Ebu Musa Abdullah ibn Kajs el Eshari ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, është pyetur: cili prej luftëtarëve është në rrugën e Allahut? Ai që lufton për të treguar guximin? Ai që lufton për të mbrojtur popullin? Apo ai që lufton për sy e faqe, që njerëzit i thonë trim? I dërguari i Allahut, paqja e Zotit qoftë mbi të, u përgjigj: kush lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta, ai është në rrugën e Allahut. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Gjatë vlerësimit të veprave, shihet se me çfarë qëllimi janë bërë. Nëse janë bërë me qëllim të mirë, ato pranohen tek Allahu. Nuk është as pak të drejtë të luftosh për interesa personale dhe kënaqësinë e egos, në vend që të luftosh për të fituar kënaqësinë e Allahut. Dhënia pas kësaj bote është diçka e thjeshtë dhe pa vlerë, që e pengon njeriu të arrijë qëllime të larta. Edhe një detyrë e rëndësishme si xhihadi ka vlerë vetëm nëse bëhet me sinqeritet dhe vetëm për hir të Allahut.